Mirë se vini në kanalin ton, Gatim, Art dhe Shije. Përshëndetje, do të bëjmë sot picë. Për bërëmin e picës do të na duhet 800 gram me miell, do të na duhet një lugë çajit me krip, 2 lugë gjelle me maja, një gjysmë gote me vaj ulliri dhe gati 500 ml ujë ngrohtë. Në fillim, do të bashkojmë produktet e thata me njëra tjetrën, pra majan, kripën me miellin. Do t'i përzijem mirë së bashku dhe do të shtojmë në të vajin e ullirit. Shtojmë vajin e ullirit. Mund të bëhet dhe me vaj tjetër, por vaji i ullirit jep shumë shije. Punojmë me dorë, shtojmë edhe ujin e ngrohtë. Ja, pra kjo është masa e përftuar. E kemi lyer sipër me vaj dhe do ta lejmë të qëndrojë për gati 2 orë në një ambient të ngrohtë. Do ta mbulojmë me qese. Ja, pra sikur se shikohet, brumi ka ardhur mjaftueshëm. E kam kthyer në një tas më të madh dhe është gati për picën. Për mbushjen e picës do të na duhen kërpurdha, një pako me kërpurdha, do të na duhet gati 1 kg me domate, do t'i bëjmë pure, do të na duhet një kokër qep, 3-4 thelpinj hudhër, do të na duhet sallam, do të na duhet djath, do të na duhet fara chia, një lugë me krip dhe një lugë me rigon, gjithashtu dhe për në fund vaj ulliri. Domatet do t'i hedhim në blender dhe do t'a bëjmë vetë salsën, për do t'a bëjmë pure. Domatet së bashku me hudhrën edhe qepën do t'i shtojmë në blender. Domatet i kemi prerë në kubik, por nuk ka rëndësi prerja. Shtojmë dhe hudhrat dhe një qep të vogël, vetëm për aromë, për shije. Shtojmë edhe erëzat, pra kripën dhe rigonin. Nëse preferoni, mund të shtoni dhe erëzat të tjera. Ja, pra, pasi e bëm pure domate, ne kemi gati. Nëse nuk keni mundësi ta bëni pure, atëherë mund të përdorni edhe salsë të gatshme. Atëherë shtrojmë brumin në tepsi. Brumi duket që ka ardhur shumë mirë. Tepsin më parë kemi lyer me vaj ulliri. Shpërndajmë në të edhe salsën. Shtojmë djathin mozzarella. Mund të bëhet edhe me djath tjetër. Shtojmë fetat e sallamit. Mund t'i prisni fetat e sallamit në mënyrën që ju dëshironi. Dhe më pas do të shtojmë kërpurdhat. Ja, pra, një picë e bukur lule, por dhe shumë e shijshme. Do të shtojmë dhe farat chia. Nëse keni fara të tjera, mund t'i shtoni edhe mix fararash. Shtojmë. Farat japin shumë lezet, shumë shije, sidomos tek brumrat. Shtojmë edhe vajin e ullirit. Jo shumë, sepse ka dhe brenda brumi vaj ulliri. Dhe do ta pjekim në furr për gati 30 minuta në 200 gradë. Ja, pra, kjo është pamja që ka marrë. Faleminderit që qëndruat me mua, kalofshi bukur në vazhdim. Nëse ju pëlqejnë video tona, ju lutem na bëni subscribe.